Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Vëllezër të nderuar, motra të respektuara, falenderojmë Allahun Azza wa Jall, atë të vetmin e falenderojmë, vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. E falenderojmë Allahun Xhella Xhelalu i cili po na mundson me u marr me këtë shkencë kaq të dashur tek Allah subhanahu wa taala, e cila na mundson me lexu librin e Allahut Azza wa Jall në formë të përsosur, në formë të kompletuar pa gabime. Në këtë mësim, shkurtimisht vëllezër të nderuar, po kam dëshirë ta keni qartë se kur vjen nuni edhe mimi me shedde, me teshdid, ju e dini se çdo herë kur kemi teshdid në Kur'an, shtrëngim, atëherë duhet të shtrëngohet ajo gjerm fuqishëm, ndërsa kur janë nuni dhe mimi, ka diçka më të veçantë, pasi që këtu kemi të bëjmë po ashtu edhe me el-ghunne, që është tingulli hundor apo rezonanca hundore, që duhet po ashtu të respektohet. Me lejen e Allahut Azza wa Jall do t'i sjellim disa shembuj që ta keni edhe ju qartë edhe ti vëllai i dashur Esmerald. Praktikisht çish duhet të shqiptohet dhe duhet të kemi kujdes që zgjatimi i ghunnës, do të thonë i shtrëngimit dhe rezonancës hundore apo tingullit hundor duhet të zgjat dy lëvizje. Për shembull këtu me gjermën nun kur jeni shtrënguar, themi min el jinnati, shiko, min el jinnati, e ki edhe në tingullin hundor. Min el jinnati wan nas. A ki mundësi me përsërit? Edhe jo shikues të nderuar, këto shembuj që po i përmendemi, edhe që janë nga Kur'ani famulart, ju lutem përsëritni në mënyrë që të ushtroni sa më mirë. Min el jinnati wan nas. من الجنة والناس. لقد من الله. لقد من الله. من الله. من الله. يو من الله من الله. من الله. إن. لكن. Apo e ndëgjon, apo e vren një tingull hundor që po del, domethënë rezonancë hundore që po del prej hundës. Po. Prej zgavrës hundore. Domethënë kjo është shumë e rëndësishme të bëhen dy lëvizje, domethënë nuk po të kalohet më një herë, por që të ndalemi pak, të shtrëngojmë mirë edhe ta respektojmë rezonancën hundore. Lakin. Tek gjerma mim, Muhammedun Rasulullah. Muhammedun Rasulullah. Hammet bihi. Hammet bihi. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Thumma ilayhi. Thumma ilayhi. Këto pra ishin disa prej shembujve, padyshim se ka edhe shembuj tjerë që keni mundësi me ushtru në Kur'an, veç ta keni parasysh edhe një herë që kur jeni mimi i shtrënguar dhe nuni i shtrënguar, duhet do e mos të shtrëngojmë dhe të respektojmë el-ghunne, do të thonë të respektojmë këtë rezonancën hundore. Dhe kemi thonë më herët në fillim të këtij kursi se do të thonë respektimi i el-ghunnes apo i rezonancës hundore apo tingullit hundor është prej veçorive në lexim të Kur'anit, që dallon nga mësimet tjera të gjuhës arabe. Prandaj është mirë të respektojmë, domethënë, këtë rregull. Prandaj edhe një herë, shikues të nderuar, mos harroni që këto shembuj, po edhe shembuj tjerë, ti përsëritni sa më shumë në mënyrë që të ushtroheni sa më mirë. Allahu ju rujt, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.